More mund të qeshni, po në nivelet ku jemi janë totalisht pamjaftueshme. Sa i përket shëndetësisë, ju përmend faktin që buxheti për vitin e ardhshëm do jetë 2.9% e prodhimit të brendshëm bruto. Sipas të dhënave të mia, në vitin 2024 Shqipëria harxhoi 3.42% të PBB-s. Pra kemi një rënje, pak në raport me prodhimin e brendshëm bruto, jo në vlerë absolute, por ama në përqindje të PBB-s, që është tregues shumë i rëndësishëm i tendencës që ka kjo qeveri. Vendet e zhvilluara të OECD-s e kanë diku te 8.8% e PBB-s. A ju duket kjo masë mjaftueshme për të çuar përpara, le të themi, shëndetësinë, për të ndaluar fluksin e mjekëve që largohen? Nga ana tjetër, ju përmendet një rritje për pagat e mjekëve, në mos gaboj, në 143.000 lek në muaj, pra që do shkoj paga, le të themi, pas rritjes. A ju duket kjo e mjaftueshme kur pikërisht mjeku specialist në Gjermani, sipas të dhënave, paguhet 7.4 herë më shumë se sa në Shqipëri. Unë s'po themi që të tërheqim mjekët gjerman në Shqipëri, po me këtë rritje që bëni ju, me këtë rënje në raport me PBB-n, pra, a ju duket e mjaftueshme për t'i ndalur fluksin e madh të mjekëve? Unë do t'ju sugjeroja që t'i referoheshit shpenzimeve që ne hedhim për shëndetësinë dhe për arsimin në raport me totalin e të ardhurave, pra në raport me totalin e shpenzimeve buxhetore. Sepse GDP-ja ose prodhimi i brendshëm bruto nga një shtet në një shtet tjetër ndryshon dhe rrjedhimisht edhe përqindja që ju llogarisni nuk është shumë korrekte. Zoti ministër flet me shifra të shpenzimeve buxhet, por shpenzimet buxhetore qeveria përcakton. Prandaj këtu flasim me përqindje të prodhimit brendshëm bruto. Pra sa prodhojmë si shoqëri dhe ç'rëndësi i japim sektorëve të ndryshëm. Fakti që si në arsim, si në shëndetësi kemi më pak përqindje të PBB-s, krahasimisht me vitet shkuara, thjesht tregon rëndësinë që kjo qeveri i jep këtyre dy sektorëve, të cilat janë një krizë të thellë, një krizë jashtëzakonisht shumë të thellë. Nëse marrim shëndetësinë për shembull, tek relacioni unë pash që investimet e parashikuara janë rekonstruksion godine, janë gjitha rekonstruksione godinash. Po pse ky është problemi i shëndetësisë sot? Po të flisnim me mjekët, nuk ka investime në pajisje për ekzaminimin e pacientëve, ku listat e pritjes shkojnë deri në një vit. Nuk ka zgjerim të infrastrukturës. Numri i shtretërve në spitale për 100.000 banor është 340, ndërkohë që Bashkimi Evropian e ka 2 fishin tonë. Por rekonstruksioni godinës është lyerje, suvatim edhe pllaka tani. Sa i përket ilaçeve, për ilaçet ju thoni dhe flisni për 1.5 miliard shtesë për barnat e onkologjikut. Ndërkohë, në vitin 2022 qytetarët shqiptar paguan nga xhepi 61% të çmimit të barnave të importuara. 61% të çmimit e paguan nga xhepi. 30% e barnave rimbursohen në Shqipëri. More mund të qeshni, po në nivelet ku jemi janë totalisht pamjaftueshme. A janë rregulluar gjitha? Po janë rregulluar? Zoti Muçi,